Sa po zbritëm, thot, në të ishull, thot, dhe hym, paka shumë brendësi të ishullit, pa më thot një kafsh gjigante. Thot i dashmi Zot alayhi salatu wassalam, erdhi Temim ad-Dariji radhiyallahu anhu, zbashku me shokët e tij, dhe më tha: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ditë prej ditësh unë me shokët e mi po gjuanim peshkatarë ndet. Mirë po pa prit mas thot, erdhi një dalgë e madhe dhe na mori me varkat. Na mori, thot, dhe na gjëzdisi dhe na vërdallosi, thot, në ndet rreth detit hapur, imagjinon një det hapur, nuk shef tokë, një muj. Mas një muj, thot, na përplas deti, thot, në një ishull. Sa po zbritëm, thot, në të ishull, thot, dhe hym, paka shumë brendësi të ishullit, pa më thot një kafsh gjigante. Mirë po kjo folte gjuhën e robit. I tha: o njerëz, ku ishini? Tha: ne nuk mund të dalloshim, thot, këtë kafsh dhe këtë gjallëseve çfarë ishte, se ishte e mulume e tëra, thot, në lesh, nuk ju dallonte koka nga kamët, Thot, me i thëmë, ishim peshkatar, pulltonin det, thot, deti dhe valte det, thot, në gjëzdisën, thot, deri sa përfundum të keju. Po ti thot, kush je? Thot, unë jam Gjessasja, pra një emër, që i ka harë kësaj kafshë dhe ka gjasë dhe të dalin të kshenjat e tjera, dalja e bishës ose kafshës, që do jetë një të nga shenjat e mdoj e tjera të kamet. Po thot, si e puna jote, thot, s'keni punë me mu, thot, jo, vazhdoni ma tutje, thot, se po u pret, thot, një njeri, thot, që ashtë i përmallum, tu pysi juve, dhe ju ta pytni atë. Pra, hynë ke mrekullit të allëzër, mos kujtoni se janë legjenda ose tregime, janë për te logikës tonë, ama, janë argumente që nuk kanë ra poshtë me ato që ka ju ka shpall Muhammed Mustafa a.s. Dhe këtë tregim nuk e tregon një fjalë Temim ad-Dariju haptazin publik, por se e tregon Muhammed Mustafa a.s. pik për pik, si kur ja kish transmetu dhe thënë, ky njeri dhe ky sahabi mas i pranoi Islamit, këtë ndodhi.